Mirëmëngjesi të nderuar teleshikues, ja ku takuam sërish në emisionin e përditshëm What Happened Today, këtu jemi së bashku çdo ditë në orën 07:30. Data sot shënon 28 dhjetor dhe ne kemi përgatitur për ju disa informacione me ngjarjet më të rëndësishme të ditës, të cilat ju ftoj që t'i ndiqni. 28 dhjetori është dita 362 e kalendarit gregorian, kështu që deri në fund të vitit kanë mbetur edhe 3 ditë. Ngjarje 1908. Tërmet në Messina në Sicili, Itali, shkaktoi 75.000 viktima. 1981. Në Norfolk, SBA, u lind Elizabeth Jordan Carr, beba e parë amerikane nga epruveta. Lindje 1856. Lindi Woodrow Wilson, ish presidenti i SBA-s. 1922. Lindi Stan Lee, karikaturist nga SBA. 1954. Lindi Denzel Washington, aktor. Vdekje 1650. Vdiq Bartol Kashiq, lingvist dhe shkriptar kroat. 1703. Vdiq Mustafa II, sultan i Perandorisë Osmane. 1925. Vdiq Sergej Yeserin, shkrimtar rus. 1959. Vdiq Ante Pavelić, politikan themelues i lëvizjes ustashe. 1963. Vdiq Paul Hidesmith, kompozitor. 1993. Vdiq William L. Shirer, gazetar dhe historian amerikan. 2004. Vdiq Susan Sontag, letrare amerikane. Ndërkohë kemi përgatitur për ju biografinë e Woodrow Wilson, i cili ka qenë presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Për më tepër ju ftoj të ndiqni materialin e përgatitur. Woodrow Wilson. Wilson lindi në Staunton, Virginia më 28 dhjetor 1856, si fëmia i tretë i reverend Dr. Josephine Ruggles Wilson dhe Jessie Janet Woodrow. Prejardhja e tij ishte skoceze dhe skocez-irlandez. Gjyshit e tij nga babai emigruan në Shtetet e Bashkuara nga Sabrahane, Qyrku Tyrone, Irland. Tani Irlanda Veriut në 1807, nëna e tij ka lindur në Çarlise të Cumberland, Angli, bija e rev Woodrow, Dr. Thomas, Skoci dhe Marion Wilson nga Glasgow. Babai Wilson ishte me origjinë nga Sauberville, Ohio, ku gjyshi i tij kishte botuar një gazetë të quajtur The Western Herald nga gazete, e cila ishte pro-tarifore dhe antisklavëri. Prindërit e Wilsonit kishin lëvizur në jug në 1851. Babai i tij e mbrojti robërin dhe sklavërinë në pronësi dhe të ngritur një shkollë të dielën për ta. Ata kujdesën për ushtarët e plagosur në kishën e tyre. Babai gjithashtu shërbeu për pak kohë si një kapelan në ushtrinë aleate. Memorie më të hershme, Woodrow Wilson ishte i dëgjuar që Abraham Lincoln ishte zgjedhur dhe se lufta po vrinte. Wilson do të kujtojë gjithmonë duke qëndruar për një moment në krah Robert E. Lee, duke kërkuar deri në fytyrën e tij, duke shërbyer si kryetar i Partisë Liberale dhe me shkrim për shqyrtimin Nassau letrar, organizoi një liberal të veçantë debatuar Shoqëria dhe më vonë trajner i liberal paneli Clio Debat. Në vitin 1879, Wilson ndoqi shkollën e drejtësisë në Universitetin e Virginias për një vit, edhe pse asnjëherë ai u diplomua. Gjatë kohës së tij në universitet, ai u angazhua shumë në klubin Glee Virginia dhe shoqëria Jefferson letrar dhe debatimi, duke shërbyer si presidenti i shoqërisë. Shëndeti i tij i dobët diktuar tërheqjen dhe ai shkoi në shtëpi të Wilmington, North Carolina, kur ai vazhdoi studimet e tij. Në janar 1882, Wilson ka filluar një praktikë të ligjit në Atlanta. Një nga shokët e klasës së tij në Universitetin Virginia, Edward Irlanda Rennick, e ftoi atë për t'u bashkuar me praktikën e tij të re, ligjin si partner, dhe Wilson u bashkua me atë në maj 1882. Më 19 tetor 1882, ai u shfaq në gjyq përpara gjykatës George Hillary
për të marrë provimin e tij për bar, që ai kaloi me lehtësi. Konkurenca ishte ashpur në qytet me 143 avokatët e tjerë dhe ai gjeti disa raste për të mbajtur atë pushtuar. Megjithatë, ai gjeti qëndruar aktual me ligj penguar planet e tij për të studiuar qeverinë për të arritur planet afatgjata të tij me një karrierë politike. Në prill 1883, Wilson kishte aplikuar në Universitetin Johns Hopkins për të studiuar për një doktoratur në histori dhe shkenca politike dhe filloi studimet e tij atje në Vjeshtë. Dhe tani do të kalim në rubrikën kuriozitete ku sot do të flasim për Ferrero Rocher. A dini se si u krijua Ferrero Rocher? Prodhuesi të ëmbëlsirave me çokoladë, Ferrero Rocher është një ikonë e botës së ëmbëlsirave. Marka italiane prodhon ëmbëlsirat me çokoladë dhe rajthi Ferrero, e cila është përgjegjëse edhe për artikuj të tjerë të njohur si Kinder Surprise, Nutella dhe Kinder Bueno. I lançuar për herë të parë në vitin 1986, Ferrero kishte një reputacion të fortë si një kompani lider e ëmbëlsira shumë kohë përpara se Ferrero Rocher të prezantohej zyrtarisht. Pietro Ferrero krijoi kremin unik të rajthive dhe kakaos zakonshme në të gjithë formacionin e sotëm të Ferreros. Megjithatë, djali i Pietro, Michel Ferrero, është meritë për krijimin e Ferrero Rocher. Michel prezantoi Ferrero Rocher për herë të parë në 1979 kryesisht në të gjithë Italinë dhe pjesë të tjera të Europës. Megjithatë, prodhimi u ndal shpejt pas lançimit fillestar për shkak të një problemi me printimin dhe prodhimin e etiketave. Është interesante që procesi i prodhimit për karamele është shumë i fshehtë, ndërsa biznesi prodhon çokoladën duke përdorur makineri, nuk lejohen fletore apo telefone inteligjent brenda objektit të prodhimit. Për më tepër që nga viti 2015 vetëm disa gazetarë kanë pasur mundësinë të vizitojnë vetë fabrikën ose të eksplorojnë procesin e krijimit. Pavarësisht natyrës sekrete të kompanisë, një ide mbase se si është bërë Ferrero Rocher. Procesi fillon me fletë të sheshta vafere të mbushura me një krem çokoladë rajthie të ngjashme me atë të prezantuar fillimisht nga Pietro Rocher. Kremi futet në një pjesë rajthie përpara se të shtohet vafer, pjesë për të krijuar një formë topi. E gjithë konfeksioni mbulohet me çokoladë shumshe, një shtresë rajthie të grirë dhe një shtresë tjetër çokolade. Markimi për Ferrero Rocher ka të bëjë me luksin, gjithçka nga logoja manice e Ferrero Rocher deri tek petët e bukura të arit që mbulojnë ëmbëlsirat kanë për qëllim të nxjerrin në pak kënaqësinë. Edhe emri ndihmon në forcimin e imazhit të përgjithshëm të markës. Sipas Michel Ferrero, krijuesi i produktit, çokolada mori emrin në një shpellje nga faltoria katolike e Ludrës. Emri Rocher do të thotë gjithashtu shkëmb ose gur në frëngjisht, që është përshkrues i formës unike të çokoladës. Sot çokolada shitet në gjithë globin dhe ka një ndikim të fortë kulturor për shumë njerëz. Shumica e konsumatorëve e shohin çokoladën si një artikull luksi dhe shpesh e lidhin atë me Krishtlindjet, si rezultat i strategjive të kujdesshme të reklamave dhe markave të kompanisë. Pavarësisht se ka një emër francez, çokolada Ferrero Rocher është me origjinë italiane. Familja Ferrero ishte në fakt prodhuesi i parë në Itali që hapi vende prodhime dhe dyqane jashtë vendit në sektorin e ëmbëlsirave pas luftës së dytë botërore. Sot logoja e Ferrero Rocher rrallëherë shoqërohet me ndonjë slogan. Megjithatë, në të kaluarën kompania përdori etiketën përvoja e shijes së parekzistueshme për t'u referuar cilësisë dhe luksit unik të ëmbëlsirave të tyre. Shumë produkte të tjera Ferrero kanë gjithashtu sloganet e tyre, për shembull Kinder Bueno përdor Life Gets Bueno. Tani do të kalojmë në rubrikën e dhe shëndeti. Sot kam përzgjedhur për të folur rreth vlerave ushqyese të frutit të pasionit. Fruti pasionit është një frut ushqyes tropikal që po fiton popularitet në të gjithë botën. Ekzistojnë disa lloje që ndryshojnë në mallësi dhe ngjyrë. Varietetet e purpurta dhe të verdha janë ato më të zakonshme të frutave të pasionit. Frutat e pasionit janë një burim i mirë i lëndëve ushqyese, veçanërisht në fibra, vitamin C dhe provitamin A. Është gjithashtu i pasur me përmbajtje të dobishme bimore, përfshirë karotenoidët dhe polifenolët. Në fakt, një studim zbuloi se frutat e pasionit ishin më të pasura në polifenole se sa shumë fruta të tjera tropikale. Për më tepër, fruti pasionit përmban edhe një sasi të vogël hekuri. Trupi juaj zakonisht nuk e përthith hekurin nga bimët shumë mirë, sidoqoftë hekuri në frutin e pasionit vjen me më shumë vitamin C, e cila dihet se përmirëson thithjen e hekurit, e pasur me antioksidant. Antioksidantët mbrojnë trupin tuaj nga radikalet e lira, të cilat janë molekula të paqëndrueshme që mund të dëmtojnë qelizat tuaja, kur ato janë të pranishme në një numër të madh. Frutat e pasionit
përmbajnë shumë antioksidant, në veçanti vitamin C, beta-karoten dhe polifenolet. Polifenolet janë komponime bimore që kanë një sër efektesh antioksiduese dhe antiinflamatore. Kjo do të thotë se ata mund të zvogëlojnë rrezikun tuaj për inflamacionin kronik dhe sëmundjet e zemrës. Vitamina C është një antioksidant i rëndësishëm që duhet ta merrni në dietën tuaj. Ai mbështet sistemin imunitar. Beta-karoteni është një antioksidant i rëndësishëm gjithashtu. Trupi juaj e shndron atë në vitamin A, e cila është thelbësore për ruajtjen e shikimit të mirë. Dietat e pasura me beta-karoten me bazë bimore kanë qenë të lidhura me një rrezik më të ulët të disa llojeve të kancerit. Farat e frutave të pasionit janë të pasura me piceatenol, një polifenol që mund të përmirësojë ndjeshmërinë ndaj insulinës dhe të zvogëlojë potencialisht rrezikun e diabetit të tipit 2. Fruti i pasionit përmban shumë vitamina dhe vlera ushqyese mjaft të rëndësishme për organizmin, forcon ndjeshëm imunitetin, parandalon zhvillimin e qelizave kancerogjene, përmban sasi të madhe të vitaminës A, është i pasur në fibra, rregullon qarkullimin e gjakut, forcon kockat, lufton pagjumsinë. Tani oftë të ndiqni parashikimin e motit në territorin shqiptar për ditë. Territori shqiptar për datën 28 dhjetor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme, duke sjellë mot kryesisht të kthjellët në pjesën më të madhe të vendit, ndërsa zonat perëndimore do të kenë vranësira të herpashershme. Paraditja do të jetë e kthjellët në zonat veriore dhe lindore, ndërsa pasditja sjell vranësira të lehta në ulësirën perëndimore dhe Bregdet. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 0 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 14 gradë Celsius në zonat bregdetare dhe jugore. Gjatë ditës priten rreth 4 deri në 6 orë me diell në shumicën e territorit. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 28 dhjetor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 28 dhjetor do të jetë rreth orës 7:06 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 16:19 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 5 deri në 12 gradë Celsius. Kukës, 0 deri në 8 gradë Celsius. Peshkopi, 2 deri në 8 gradë Celsius. Tiranë, 7 deri në 12 gradë Celsius. Durrës, 6 deri në 13 gradë Celsius. Kavaj, 4 deri në 12 gradë Celsius. Elbasan, 7 deri në 11 gradë Celsius. Bera, 5 deri në 12 gradë Celsius. Korç, 0 deri në 7 gradë Celsius. Vlorë, 8 deri në 13 gradë Celsius. Gjirokastër, 5 deri në 11 gradë Celsius. Sarandë, 7 deri në 14 gradë Celsius. Tani oftë të ndiqni parashikimin e motit në territorin e Kosovës për ditën. Territori i Kosovës për datën 28 dhjetor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të ftohta, por të qëndrueshme, duke sjellë mot kryesisht të kthjellët. Paraditja do të jetë me temperatura të ulëta dhe diell, ndërsa pasditja vijon me mot të kthjellët në shumicën e qyteteve. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në -3 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 6 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 2 deri në 3 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 28 dhjetor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 28 dhjetor do të jetë rreth orës 7:05 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 16:09 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica, -1 deri në 5 gradë Celsius.
Podujev, -3 deri në 2 gradë Celsius. Skënderaj, -3 deri në 3 gradë Celsius. Pej, -1 deri në 6 gradë Celsius. Prishtinë, -3 deri në 3 gradë Celsius. Gjakov, -3 deri në 6 gradë Celsius. Malishev, -3 deri në 4 gradë Celsius. Gjilan, -3 deri në 1 gradë Celsius. Ferizaj, -2 deri në 3 gradë Celsius. Kaçanik, -3 deri në 2 gradë Celsius. Suhare, -1 deri në 5 gradë Celsius. Prizren, -1 deri në 5 gradë Celsius. Nderuar teleshikues, kjo ishte gjithçka e përgatitur për emisionin e sotëm. Bashkë do të takohemi sërish nesër punët 1 orë. Ndërkohë fyti të ndiqni programacionin në vijim të Drita Televizion, si dhe mos harroni të na ndiqni në rrjetet tona sociale, TikTok, Instagram, Twitter dhe Facebook, si dhe në websajtin ton drita.tv.